Injekcion që rigjeneron zemrën, zbulim i ri mund të trajtoj dëmet nga infarkti me një dozë të vetme. Një zbulim i ri në fushën e kërkimeve mjekësore mund të ndryshojë mënyrën si trajtohet infarkti, duke hapur rrugën për rikuperimin e zemrës me vetëm një injekcion. Studimi është realizuar nga një ekip studiues, ishte udhëhequr nga profesor Ke Cheng në Columbia University në bashkëpunim me institucione tjera kërkimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është publikuar në revistën prestigjioze shkencore Science në fillim të vitit në mars 2026. Shkencëtarët kanë zbuluar një terapi të bazuar në një teknologji të ngjashme me atë të vaksinave moderne mRNA, e cila jep trupit udhëzime për të prodhuar një hormon natyral që ndihmon në rigjenerimin e muskulit të zemrës pas një ataku kardiak. Ndryshimet nga trajtimet tradicionale, injeksioni nuk vepron drejt për drejt në zemër, por në muskuj, të cilët shndrohen në një lloj fabrike biologjike që prodhon substancat shëruese për disa javë. Testimet janë kryer te kafshët, përfshirë minjtë e derrat, ku është vërej një përmirësim i ndjeshëm i funksionit të zemrës si dhe reduktimi i dëmtimeve që zakonisht çojnë në dështim kardiak. Detaji më i veçantë është se trajtimi kërkon vetëm një injekcion të vetëm, ndërsa efekti i tij zgjat për një periudhë të gjatë, fal aftësisë molekulës për të shumëfishuar përkohësisht në trup. Megjithatë, ekspertët theksojnë se kjo teknologji është ende në fazë paraklinike dhe nuk është testuar tek njerëzit. Provat klinike pritet të jenë hapi radhës, ndërsa përdorimi i gjerë mund të kërkojë disa vite dhe verifikime të shumta për sigurinë dhe efektivitetin.